Sezoni i tretë i festës së çobanit mes malësorëve të Bogës sapo ka filluar të ndjej atmosferën dhe ne këtë vit kemi disa risi për sa i përket festës së çobanit, rriteve baritore, trashëgimisë kulturore dhe gjithçka tjetër që lidhet me bjeshkumit e malësorëve. Ekskluzivitet i festës së çobanit 2026 është Tamël e Borë apo Tamël në Borë, siç e kanë pas dikur tradit çobat e bjeshkëve të Malësisë së Madhe. Tamël në Borë është një nga ato ushqimet më tradicionale që lidhet me bjeshkimin, me bjeshkumit e malësorëve dhe ka një specifik shumë të veçantë për arsye se Tamël në Borë personifikon atë qumshtin që në legjendat e Mujit dhe të Halilit ne e dim që Muji e mori fuqinë vet nëpërmjet tamlit që ju dha nga zonat e malit. Edhe kjo bardhësi që vjen nga majat e maleve, të cilat e ruajnë freskinë, e ruajnë borën deri në ditët më të vona të sezonit të verës, tipiket e ushqimeve që malësorët të servirnin si goste për çdo që ishte kalimtar. Tamël në Borë është një nga ato ushqimet i cili jo vetëm që të ushqen, por edhe kuron, sidomos ata që kanë probleme me shëndetin, sidomos për ata që kanë nevoja për shëndet të mirë, apo siç i quhenin malësorët, ata që ishin shëndetliqë dhe delin në bjeshk për ta rifituar shëndetin e tyre. Tamël e Borë merret në bjeshkët më të larta, ku bora akoma ruhet e pashkrime, siç e ruhen flladi dhe atmosfera e jashtëzakonshme që të ofrojnë këto bjeshkë të larta në bjeshkët dhe në Alpët shqiptare. Tamël në Borë, risia e festës së çobanit 2026, ekskluzivitet i kullës dhe bunit të Bajraktarit, e cila vjen si një risi e një ushqimi dhe gatimi tradicional në Alpët shqiptare në bjeshkët e Malësisë së Madhe. Ky gatim është jashtëzakonisht natyror, është bio dhe dy produktet kryesore janë tamli që merret direkt nga Bagtia edhe bora që merret direkt nga Alpet. Përgatitja e tamlit me borë. Bora e cila është marrë direkt nga shpellat dhe nga shpatet e malit ku ruhet bora akoma dhe sot, e freskon tamlin dhe e kthen në një ushqim jashtëzakonisht të mirë edhe të shëndetshëm për çdo që e konsumon. E zgjidhim borën e cila duhet jetë sa më e pastër, e mbushim në një elm, aq sa duam të servirim. Në këtë formë duhet të jetë ena e cila do të serviret me tamël e Borë. Bora do të mushet deri në gryken e enës, pastaj shtojmë tamlin i cili është valuar edhe është ftohtë në temperaturën e ambientit. Atëherë ky është tamli dhe borë, ju baft mirë.